Përshëndetje të bekuar, ju përshëndes. Zoti është i mirë. Mirësia e Zotit vazhdon për jetë. Ju përshëndes. Kudo që jeni. Lavdi Zotit për ju. Lavdi Zotit. Zoti e ka shkruar emrin tuaj në libri jetës dhe Zoti kur nuk do ta heq. Zoti e ka shkruar emrin tënd në librin e jetës dhe ai nuk të heq më kur ty. Asnjëherë më. Asnjëherë. Njerë birë për gjithmonë birë. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Njerë birë për gjithmonë birë. Ti je birë i shumë të lartit. Mirëmëngjesi pranvera, bekim, mirë se erdhe. Lutem për paqen e Perëndis në zemrën tënde, lutem për zjarrin e Perëndis të ndizet në çdo drejtim, lutem për udhëheqje qiellore dhe për një frymëtrimërie. Në emrin e Jezus Krishtit, lutem për një frymëtrimërie që të mbyti çdo gjë që i ligu kërkon të sjellë dyshime. Në emrin e Jezusit. Dhe lutem që Perëndia të luftoj për ty e të tregoj gjithmonë që është në anën tënde. Dhe për hir të emrit të Tij, kudo që je ti, bekimi do të zbresë në çdo territor që ti ve këmbën. Në emrin e Jezusit. Lavdi Zotit për ty. Lavdi Zotit për ty. Lavdi Zotit, haleluja. Ju përshëndes të dashur. Gjithashtu, bia e Perëndis, gjithashtu, Zoti është besnik. Zoti është i mirë. Lavdi Zotit ton të gjithë pushtetshëm. Lavdi Zotit ton të gjithë pushtetshëm. Lavdi Zotit ton të gjithë pushtetshëm. Lavdi Jezus Krishtit. Lavdi Zotit. Haleluja. Zoti është i mirë. Alionka, përshëndetje. Alionka, pa e të marrë një qik live-un ty. Pa rregullohu një qik, krej një qik flokët dhe hajtë se do të marrë një qik live. Na trego një qik qarë bure me restorantin, e hapët, se hapët, si po vazhdon. Pa na trego një qik, shpejto, rregullohu një qik se do të marrë live. Shpejto. Shpejto. Lavdi Zotit për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Kudo që jeni. Atëherë unë ju flas nga Kölni, koha këtu është fantastike. Është vërtet si bear. Ju thash që ne e kemi sjell tani dimrin Andeja, Andej ka rënë borë në këtë kohë 25 vite më parë, kur unë kam ardhur këtu 27 vite jam tani në Gjermani, por kur kam ardhur atëherë këtu, dimri ishte kaq i egër, dhe nuk kishte pothuajse fare diell. Okej. Ji në shërbim, lavdi Zotit. Lavdi Zotit për detyrën tënde, e bekojmë punën tënde dhe të kesh shumë punë. Bia e Perëndis, mirë se erdhe. Pra të dashur, kur kam ardhur në fillim këtu, ishte një i ftohtë pa parë. Ishte një dimër i pa parë. Dhe kishte kaq shumë pak diell, dhe në këto vite gjërat kanë ndryshuar kaq shumë. Domethënë tani është prill, edhe këtu është diell, dal t'u tregoj një çik që pujkat më kanë mbir, dalin çik t'ja u tregoj. Prisni çik tani. T'ju tregoj një çik që bacia ime është Gjermani këtu, a? Okej? Prisni çik. Okej, shkoni çik. Oh, nuk e di tani këte nga
TikToku si kthehet. Kamera vex. Okej. Shikoni një qik. Pra, i kam mbuluar me ca kështu si shkopinj, sepse këtu ka shumë zoq, edhe un kam edhe një mace që ajo del edhe i bën rmuj dynjan, edhe shikoni qik, ca spinaq më ka mbir, një lule lakre ka çelur, edhe qepët këteja shikojeni një qik, mendojeni është prillë, edhe dje unë bolla sallat edhe spinaq, i mbolla dhe i mbulova përsëri kështu me dru, me kështu purteka si i themi neve, që zogjt mos mi vjedhin farat. Edhe që macja mos më hyj, se ajo macja është një rebele, edhe hyn kudoja këtu mi ka prishur hudhrat aty. Pra, e shikoni, luleshtrydhet kanë birë, kjo i thon lëpjetra. Ne ande nga Poradeci i themi lëpjetra, shikojni një qik, kanë birë, edhe një labot i themi neve kësaj me rrenjt kuqe këtu, ku është lopata. Edhe ajo, shikojeni, është rritur, pra të dashur, kështu duket në bacën time, lulet e gjitonit kanë çelur, okej. Të gjitha këto lulet e mia kanë filluar jeshil këtu, e kam bërë mamaja ime, nuk duronte do të shikonte pulat, më thoshte mua nuk dua të ulem këtu edhe të shikoj pulat, edhe më vuri këtë plasmasin këtu, edhe më tha nuk dua të shikoj pulat, sepse e kam fshatin në maj të hundës, nuk dua fshat. Edhe mi vuri këtë, edhe ma hoqi pamjen e pulave, po unë kam pulat ande mbrapa, dalin qik, aje qik rëmuja andeja, po unë i le pulat rahat, shikojni juve në qik, ja ku i kam pulat, të lumtura, me thënë ju kam bërë një pjesë këtu, ku kanë djelin, okej, bobotja u tregojnë qik tu rëmuj dynjan, por të dashur unë i le në liri, sepse njërë në ca dit unë i hap komplet, që ato të fluturojnë, t'jenë të lira, të kenë rahatin e tyre, edhe këto janë pulat do me thënë, kam 7 pula, edhe këto pulat i kanë pasur do me thënë këtu një mama prej tyre, edhe i kanë bërë vetë zoqt, do me thënë janë rritur zoqt, edhe i kam pula që i kam kultivuar vetë. E shikoni? Edhe njëra nga këto pulat më bën vezën me 2 të verdha. Edhe sa herë që unë skuq vezën në mëngjes, i bie burrit tim ajo veza, me 2 të verdha. Ja dhe të shikojmë a kam bërë ndonjë vezë, pula është fshehur aty se po bën vezën, shikojni një qik. Pra nuk po e hap atë, sepse pula po bën vezën. Danke, dua. Lavdi zotit. Pra ky është obori, edhe si që shikoni, jemi në prill, dhe obori im lulezon. Lulezon. Lavdi zotit. Pra, aty. Prit një sekund, po. Një sekund, si kthehet këtu tani. Si kthehet kjo? Ja, okej. Okej, e kam kthyer kamerën tani nga të gjitha anët. Pra, të dashur, prandaj më pëlqen kjo shtëpia. Unë kam shumë pak bace, shumë pak, mund t'jenë 30 metra ndoshta. Por zoti ma ka bërë si një parajs. Me të vërtet, me pulat, me... E dini ju që një pako vez me 10 vez ka vajtur tek këto të fshatit, ka vajtur 4 euro e 80, 5 euro. I thash burit tim sot, dje, i thash burun e gjeta punën, edhe i thash do të hap gjithë këtë bacën këtu, edhe do mbaj 50 pula, i thon 50 vez, da ta bëjnë qik llogarin njerë, 50 vez, nga 50 cent, kush është mirë në matematik? Llogarit e në qik, 50 vez nga 50 cent dita, sa i vete? Ja,
25 euro. Ok? Dita. Po mirë është, sikur qa po bëj unë aty. po burri im nuk do. Burri im më thot mua, jo, bolli kemi 7. Tani si thoni ju? Unë dua të marr këtu tani një dua të pyes juve. Si thoni ju? Tani të shtoj ca pula e të bëj një 50 vezë dita e të fitoj ditën unë 25 euro, po 25 euro në rrugë i gjen, sa bëjnë Sofia 30 e 25? Jo, ku e ke telefonin? 30 e 25 për qik të nxjerr rrogën e muajit unë qik. Si më në 50. Ok, 750 euro. Na ja, po pak s'janë. Me një gjopës me një ka? Ja. Po të punoj një njeri në mini job i thon 3. Ja, po të punoj një njeri 3 ditë në javë, ditë për ditë në Gjermani, ka një rrogë që merr, janë 560 euro muaj. Kurse unë vetëm nga pulat mund të nxjerr 750. Po do kenë 100 euro ushqim, mendoj unë. Hajti llogaritim çik bëjmë çik llogarit. I zbresim 100 euro, 200 euro ushqim, do jem 500 lek. Po tani është një problem tjetër. Kush do mi blej vezët? Kush do mi blej vezët? Ky është problemi tani. Tani kemi një problem tjetër, se kush do mi blej vezët? Ku do ta gjej një pazar? Ky është problemi tani. Se ku do t'i shes? Sepse planin e bëra, që do t'i shtoj, burim nuk do, burim më tha mua, jo, nuk dua më pula, 7 pula janë boll, edhe unë po mbaj me vez maman time, se mamaja ime rri më shumë nga motra e vogël, se ka 2 fëmijë të vegjël, edhe unë i çoj çdo javë 10 kokra vez, edhe me këto 7, sepse fëmijët e mi nuk i han. Këta fëmijët e sotshëm janë shumë të çuditshëm. Ne ku ta gjeni moj një vez? Këta nuk ja din vlerën me. Edhe vetëm unë me Julianin ham nga një vezë në mëngjes. Gjitonin po e mbaj me vezë. Edhe tani puna është po vali. Tani puna është okay, Ermira thot nisi këteja, ashtu do ta bëjmë. Tani, okay, Elisabeta thot i duam, puna është se posta nuk na del. E kemi problem me postën. Më duen klient se s'bën këtu në Gjermani. Se me siguri unë tani do të bëj një ferm pulash, edhe po t'i heq dhe ato bacen aty, po t'i heq dhe ato qepët edhe ato, mund të mbaj 70 pula. Vetëm problemi është tani ku do t'i shes vezët. Se më doli puna. Në gusht, vajza ime transferohet, vajza e dytë, se vajza e madhe tashmë studion, dhe vajza e dytë fillon edhe ajo studimet në një qytet gati 2 orë gjysmë larg që këtu. Edhe unë duhet të marr punën e vajzës së dytë, që të vazhdoj puna e saja për 3-4 vjet derisa ajo të mbaroj studimet. Dhe tani duan të më futin në punë, mor vëlla, nga mëngjesi ndark. Duan të më futin çdo ditë në punë. Familja ime tha, tani duhet të futesh në punë ditë për ditë. Edhe unë po mendoj tani do bëj fermën e pulave, edhe shërbej live, pulat e bëjmë punën, unë i shes vezët, kaq. Kështu që lutuni për mua që të më dali tregu i vezëve. Vezët janë bio. Edhe unë ta kem justifikimin të them, unë i sjell lekët. Kështu që s'keni punë me mua. Edhe më mbani një çik në lutje të gjej treg vezësh unë, okay? Këtu në Gjermani që t'jem bio, edhe unë t'ja u shes, të tjerë t'i shesin 5 euro, unë t'i shes 7 euro, okay? Për mua çmimi më i shtrejt. Lafti Zotit. Amen, faleminderit Zot që je kaq i mirë. Faleminderit që na bekon,
Faleminderit për çdo gjë që na dhuron o Zot, sepse nuk është për hir të meritave tona, është për hir të dashurisë tënde. Faleminderit që je gjithmonë në anën tonë. Faleminderit që dashuria jote nuk ka fund o Perëndi dhe mirësitë tua nuk kanë fund. Faleminderit Zot që jemi në dorën tënde të fuqishme. Faleminderit që na mbron, faleminderit që na bekon. Faleminderit Zot që për ne ti hap gjithmonë një rrugë, gjithmonë Zot. Dhe faleminderit Zot që meraku për të nesërmen nuk e vjedh dot gëzimin e të sotshmes. Faleminderit Zot i shenjtë që ne fokusohemi Zot e tërheqim çdo mendim që na çon në të nesërmen, që na çon në meraket se çfarë do bëhet nesër, dhe e tërheqim çdo mendim që na çon në të kaluarën, që na kujton çfarë është e kaluara, qëndron në të kaluarën, çfarë ka ndodhur atje. Në emrin e Jezus Krishtit të dyja anët ne i tërheqim sot dhe themi sot është dita ime. Sot do të gëzoj këtë ditë, sot do të qëndroj në gëzimin e Zotit, sot do të mbushem plot me fitoren e tij, sot në emrin e Jezus Krishtit. Unë e thërras mendjen tënde sot të kthehet në të sotmen. Unë e thërras mendjen tënde të riqet nga e djeshmja dhe të mos të qëndroj peng e të djeshmes. Unë e thërras mendjen tënde sot të mos vrapoj në të nesërmen, mos të vrapoj në meraket që do të vinë nesër, por të qëndroj në të sotmen. Në emrin e Jezus Krishtit dhe plani të ligut të shkatërrohet, sepse ai shumë njerëz i merr peng në të djeshmen ose i çon në të nesërmen. Dhe kështu shumë njerëz kanë merak për të djeshmen, pse bën gabime, pse morën vendimet e gabuara, kanë po aq shumë merak për të nesërmen. Çfarë do bëhet nesër, a do hapet një rrugë, a do kenë sukses, a do fillojnë punë, a do martohen dhe nuk arrin të gëzojnë ditën e sotme. Dhe unë të thërras ty sot në ditën e sotme. Sot është e hënë, data, sa është data shkojnë qik? Sa kemi datë sot? 7 apo 8? Sot është data 7 prill dhe unë të thërras ty sot në 7 prillin e 2025 dhe të them sot është dita jote. Sot është dita jote dhe koncentrohu në ditën e sotme. Merr gjithçka që kjo ditë të jep. Merr gjithçka që kjo ditë të ofron. Merr gjithçka që Zoti ka bërë gati për këtë ditë. Mos e lejo të ligun të tërheqë mendjen tënde se çfarë do bëhet pas nesër, se çfarë do bëhet pas një muaji, okay? Por as në të djeshmen, çfarë ka ndodhur, pse mora këtë vendim të gabuar, pse veprova kështu, thuaj Satan mbyllë gojen. Mbylle për të djeshmen, mbylle për të nesërmen, do të jetoj ditën e sotme. Amen. Dhe unë deklaroj që sot është dita që ajo fuqi që zbriti tek apostulli Paul dhe Sila, ajo fuqi që hapi burgjet e apostullit Paul dhe të apostullit Sila, ajo fuqi që i thevi prangat, amen, dhe që lëvizi muret dhe solli tërmetin e liris, ajo fuqi do të zbresi sot në ty. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj e njëjta frymë që ishte me apostujt, është e njëjta frymë sot, sepse është i njëjti Jezus, është i njëjti Zot, është i njëjti fuqi, është i njëjti autoritet, është i njëjti pushtet dhe ai do të zbresi sot në jetën tënde. Pikërisht sot, si një tërmet shpirtëror për të thyer burgjet e tua, si një tërmet shpirtëror për të thyer prangat e tua, si një tërmet shpirtëror për të hutuar armiqtë e tu në emrin e Jezusit, si një tërmet shpirtëror që të gjithë ata që shikojnë mrekullitë e tua të vinë tek Jezusi. Në emrin e Jezusit. Po, e njëjta frymë, ajo që i tundi burgjet dhe i thyevi prangat, ajo do të zbresi sot. Pikërisht kjo është java e fuqisë së Krishtit Jezus dhe ti e fillon këtë javë me këtë pushtet, ti e fillon këtë javë me këtë autoritet, ti e fillon këtë javë me fuqinë e Krishtit Jezus, i cili do të thyej prangat e tua, do të thyej muret ku i ligu të ka mbyllur, do të thyej burgjet dhe portat prej hekuri do të hapen në emrin e Jezusit. Portat prej hekuri do të shqyen në emrin e Jezus Krishtit dhe gjithë armiqtë e tu do të hutohen në emrin e Jezusit, sepse lavdia e Zotit do të ngrihet në jetën tënde. Lavdia e Zotit do të zbres në jetën tënde sot, pikërisht sot. Dhe sot dhe gjithë javën në vazhdim, ti do të ecësh në liri, ti do të ecësh në fitore, ti do të ecësh në sukses, ti do të ecësh për te blokadave, sepse asnjë blokad nuk do të mundet të ketë fuqi këtë javë mbi ty. Asnjë mendim
që i ligu kërkon të marri peng jetën tënde. Okay? Qielli i dytë do të hapet në emrin e Jezusit. Qielli i dytë do të hapet këtë javë dhe ti do të marrësh gjithçka. Veli u ca. Haleluja. Dhe ashtu si angjëlli lajmëtar, e dini ju që kur Danieli po lutej dhe Zoti nisi një angjëll lajmërus. Pra ka në ushtrinë e Perëndis ka angjëj të ndryshëm. Dhe janë angjëjt lajmëtar, janë angjëj shërues, janë angjëj që sundojnë territorin. Pra në çdo gjë në ushtrinë e Perëndis ka angjëj ushtar të ndryshëm. Dhe kur unis një angjëll lajmëtar, ai nuk ka shpat me vete. Okay? Një lajmëtar nuk ka shpat me vete. Është si punë e postës. Vjen posta, ai nuk ka një shpat që të shqyej derën edhe të futet të japi lajmin. Jo, i dashur, një postier i bie ziles ose të kërkon ku je, por ai nuk çan me shpat situatat, nuk çan me shpat derën tënde dhe të sjelli letrën që të ka nisur shteti apo të ka nisur dikush tjetër. Jo, ai i bie ziles, nëse nuk hapet, ai ikën. Okay? Dhe ti duhet ta kërkosh pastaj ndonjëherë letrën kur ti nuk je në shtëpi. Por të dashur, ati erdhi në ndihmë angjëlli i luftës Mishaeli. Okay? Pra të dashur, kjo nuk është java e lajmeve. Kjo nuk është java e angjëjve që t'ju sjellin juve lajme. Jo të dashur, është java e ushtrisë së gjallë, e ushtrisë që ka shpatën e fjalës. Kjo është java e angjëllve të luftës. Amen. Kjo është java e carjes së qiellit. Kjo është java e carjes së blokadave. Kjo është java ku një kualitet, një principat e ushtrisë së gjallë të Perëndis, të ushtrisë së luftës, viret në aksion në anën tënde. Pra, të dashur, ashtu si njerëzit presin të vinë një lajm, okay? Zoti nuk do të ta nisi lajmin vetëm me një angjëll lajmëtar. Jo, të dashur, Zoti ka ushtrinë e tij me shpatën e fjalës. Dhe fjala thot që kur angjëlli Mishael erdhi, ai e çau situatën dhe angjëlli lajmëtar arriti tek Danieli. Unë deklaroj që me Krishtin Jezus është një principat ushtrie luftarake me armë të fuqishme shpirtërore që është në anën tënde, në emrin e Jezusit. Dhe asnjë blokadë më nuk do të ketë sukses. Asnjë plan i të ligut nuk do të ketë sukses, sepse angjëjt e luftës do të hapin territoret. Angjëjt e luftës do të mundin çdo sulm të ligut. Angjëjt e luftës do të hapin burgjet, do të thyen pengesat, do të shkatrojnë blokadat dhe do të bëjnë që ti të dalësh në liri. Haleluja! Faleminderit Zotit për ushtrinë e tij të gjallë. Faleminderit Zotit që ka vendosur që kjo javë të jetë java e lirisë, që kjo javë të jetë java e shërimit, që kjo javë të jetë java e fitores. Haleluja! Dhe e dini çfarë? Zoti e çau perdhen. Çfarë do të thotë çau perdhen? Dhe shkovi në vendin shumë të shenjtë. Të mos të harrojmë, të dashur, sot dua t'ju jap një zbulesë shpirtërore. Sepse ju jeni ajo ushtria e gjallë. Okay? Ju jeni ushtria që Zoti ka zgjedhur për t'u udhëhequr këtë ringjallje. Ju jeni ushtria e gjallë në mish. Okay? Zoti ka ushtrinë shpirtërore, Zoti ka ushtrinë mishërore që jeni ju. Haleluja. Dhe çfarë do të thotë që perdja u ca? Mos të harroni, të dashur motra dhe vëllezër, dua t'ju jap një zbulesë shpirtërore sot. Dhe kërkoj hapjen e mendjes tuaj në emrin e Jezus Krishtit, le të hapen syt tuaj shpirtëror, le të hapet mendja juaj për këtë zbulesë shpirtërore. Zoti ma zbuloi mua dhe unë dua t'ja u zbuloj juve. Pra, kur u ndërtua tenda ose tempulli, ishin 3. Ishte vendi i shenjtë, ishte perdhja dhe ishte vendi shumë i shenjtë. Njerëzit mund të hyndin në vendin e shenjtë, Jezusi e çavi perdhen dhe pastaj nëpërmjet Jezusit mund të hynin në vendin shumë të shenjtë. Por asnjë nuk mund të hynte nëse nuk ishte shenjtëruar dhe nuk ishte i zgjedhur. Dhe lejoi vetëm kryeprifti të futej në vendin shumë të shenjtë një herë në vit, por duke kaluar përmes perdhes. Zbulesa është kjo.
janë 3 qiej. Në qiellin e parë, ashtu si në vendin e shenjtë, futeshin të gjithë. Të gjithë ata që kishin radhën për të shërbyer. Okej? Njerëzit jetojnë në qiellin e parë. Ne jetojmë këtu ku ne jemi, është qielli i parë. Ajri, atmosfera është qielli i parë, që është përgatitur për njeriu të jetojë, të marrë ajër, të ushqet, të bëjë gjithçka. Pra ne jetojmë në qiellin e parë. Qielli i dytë është perdhja. Është territori i demonëve. Qielli i dytë është territori ku jetojnë principatat e Satanit. Dhe ata e kanë izoluar qiellin. Për shkak të mëkateve dhe për shkak se njeriu ju dha autoritet Satanit, atëherë qielli i dytë nuk ishte më një me qiellin e parë. Nuk ishte më një sepse u nda njeriu nga Zoti. Dhe kështu qielli i dytë e sundon Satani. Dhe është ajo perdhja ndarse. Në qiellin e tretë jeton Zoti. Apostulli Paul tha, unë ngjita nga qielli i parë në qiellin e tretë. Dhe shkova në prezencën e Perëndis. Unë dua të them ty sot, nëpërmjet Jezus Krishtit, qielli i dytë është çfarë? Fjala thot që kur Jezus Krishti u kryqëzua dhe vdiq, kur vdiq të dashur, edhe njërën dua t'ju them, në Bibël është shkruar që qielli u ça kur Jezus Krishti dha frymën. Prandaj djalli e mohon vdekjen e Jezusit. Prandaj djalli thot që Jezusi nuk vdiq në kryq. Prandaj djalli thot që Jezusi është vetëm një profet dhe Zoti nuk e la që ai të vdiste në kryq. Unë dua të jap ty sot këtë zbulesë shpirtërore. Kur djalli djalli humbi kur Jezusi vdiq në kryq. Kur Jezusi vdiq në kryq, gjaku i Jezusit çau perdhen. Dhe çfarë u bë? U bë që të gjithë ata që besojnë në emrin e Jezus Krishtit, nëpërmjet gjakut të Krishtit, të kemi hyrje tek vendi shumë i shenjtë. Pra, edhe njerë, qielli i parë sundohet nga njerëzit, nga bota njerëzore, nga të gjithë ne. Qielli i dytë sundohet nga Satani. Qielli është i zen. Qielli i dytë është principata e Satanit. Qielli i tretë jeton Perëndia. Zoti asnjë gjë në Bibël nuk e ka shkruar kot. Kur ai thot veli u ça, do të thot kjo principat e dytë. Kjo principat e dytë që bllokonte zerin, më mirë po marr këto të treja. Atëherë, kjo principat e dytë që bllokonte zerin e njerëzve, lutjet e njerëzve, të arrinin në vendi tretë, në vendi shumë i shenjtë ku ishte Zoti. Nëpërmjet Jezus Krishtit u ça. Dhe për të gjithë ata që besojnë në Krishtin Jezus, kjo principat e dytë nuk ka më funksion. Sepse rruga u hap. Rruga u hap nëpërmjet gjakut të Jezusit. Nëpërmjet vdekjes së Krishtit në kryq. Nëpërmjet vdekjes u hap rruga. Janë dy gjëra të ndara, të dashur motra dhe vëllezër. Dua t'ju them, kjo principat e dytë që kishte aq shumë fuqi mbi botën toksore, mbi qiellin e parë, principata e dytë mori komplet autoritet mbi qiellin e parë që jemi ne, që është bota njerëzore. Nëpërmjet mëkatit, kur Zoti ishte një me njeriun, pra ishin një, nuk ishte blokada pa ardhur mëkati. Kur mëkati u fut, atëherë djalli ndau njeriun nga Perëndia. Çfarë bëri ai? Vuri një perdhe. Shpalli autoritetin e tij në qiellin e dytë. Mëkati, thot fjala, e ndau njeriun nga Perëndia. Pra u bë një mur ndarës. Ishte ky, qielli i dytë. Qielli i dytë u zotërua
nga frymrat satanike. Pra ndaj Zoti i tha Mojsiut, pse nuk dinte Zoti ti thoshte Mojsiut, ngjit shkallët, direkt në vendi shumë i shenjtë, jam unë. Por fjala thot në Bibël që tempulli është ndërtuar sipas asaj që Mojsiu pa në qiell. Sipas asaj që Zoti i tregoi si janë të ndara gjërat. Pra, kur mëkati u fut, solli ndarjen. Dhe u bë një perdë ndarë se qielli i dytë ju dha principatave të ligut. Pra qielli i dytë, më mbaroi bateria e këtij të TikTokut. Qielli i dytë nuk ishte më në zotërimin e Perëndis. Mëkati u bë ndarje për njerëzit. Prandaj Zoti vuri një perdë edhe kur ndërtovi tempullin. Prandaj dhe kur Jezusi vdiq, fjala thot, perdhja u, ma thuaj, si tha? Tama, perdhja u qa. Kjo do të thot që nëpërmjet Jezus Krishtit, kur ti lutesh në emrin e tij, fjala jote e çan autoritetin e të ligut. Qielli është i detyruar të hapet. Oke? Qielli është i detyruar të hapet kur ti i ligu po më bën probleme këtej, ma mbylli telefonin. Pra, të dashur, unë dua të them që kur ti thërret emrin Jezus, qielli është i dytë, principatat janë të detyruara të hapin territorin. Si, për çfarë të hapin? Për të vetmen arsye, sepse Jezusi pagoi për mëkatet e tua. Për të vetmen arsye. Vdekja e Krishtit në kryq do të thotë mëkatet e tua janë falur. Kjo është arsyeja që perdhja u qa. Kjo është arsyeja që ti ke të drejtarisht fjala jote në fronin e Perëndis. Pra vdekja e Jezus Krishtit në kryq qau perdhen, sepse mëkatet e tua u falën. Edhe njerë. Unë dua që ti ta kuptosh këtë gjë. Dua që këtë zbules që Perëndia ma dha të vej në zemrën tënde e të kuptosh çfarë Zoti ka bërë për ty. Edhe njerë, janë 3 qiej. Djalli gënjen kur thot janë 7 qiej. Shumë besime i kanë çuar njerëzit në gënjeshtra të besojnë që janë 7 qiej. Edhe që ti duhet të kalosh në këta 7 qiej derisa të arrish Perëndin. Është Satani që kërkon që njerëzit mos të njohin të vërtetën. Është Satani që kërkon që njerëzve të thotë që janë 7 qiej edhe është shumë e vështirë që ti të arrish tek Perëndia. E vërteta është, janë vetëm 3 qiej. Në Bibël është e shkruar shumë herë, është stratosfera, është qielli i dytë dhe është vendi ku jeton Perëndia, qielli i tretë. Kur Perëndia bëri krijimin, ai dha njeriut qiellin e parë. Këtu ku ne jetojmë, ne jemi siç është peshku në ujë, ai merr ajër në ujë, ai jeton në ujë, ka ushqimin në ujë, ai është përshtatur për ujë. Njeriu jeton në qiellin e parë. Ne marrim ajër në këtë qiell,
Ne kemi gjithçka këtu, ushqimin, gjithçka të nevojshme, ne e kemi në qiellin e parë. Për botën mishërore ne kemi gjithçka këtu. Por njeriu është krijuar ndryshe nga çdo krijesë tjetër. Djalli mundohet shumë që ta bëj njeriu, më falni, por telefoni i TikTokut u eliminua. Pra, djalli bën ç'është e mundur ta fokusoj njeriu të bëhet vetëm me instikte. Ai mundohet ta fokusoj njeriu vetëm në qiellin e parë, në botën mishërore, që njeriu të jetoj vetëm për të ngrënë, vetëm për të pirë, vetëm për të pasur gjërat materiale dhe mos mendoj që ka një shpirt dhe që ky shpirt një ditë do të paraqitet përpara Perëndis. Gjithmonë e më shumë qielli i dytë është mbyllur për shumë njerëz. Pse? Sepse djalli i ka fokusuar në botën mishërore. Në botën mishërore. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që qielli i dytë është i mbyllur komplet. Dhe ky qiell i dytë jeton Satani. Ai e ka bërë një perde. Arsyeja është mëkati. Dhe e ka ndar Zotin nga njeriu. Kur Jezusi vdiq në kryq, fjala thot, sapo Jezusi dha frymën, perdhja ma thuaj? Amen. Perdhja u ça. Pra, kjo blokada këtu, për ty biri Perëndis, për ty bie Perëndis që beson që Jezusi vdiq në kryq për mëkatet e tua, ndarja nuk ekziston. Djalli mundohet të gënjej ty që ti je i ndar nga Perëndia, që ti ke mëkatuar, ti s'je i Zotit, ti s'mundesh, ti s'ke shans të bëhesh dikushi, ti s'ke perspektiva, ty je i izoluar, janë gënjeshtra. E vetmja që ty të duhet është të besosh që Jezusi vdiq në kryq për mëkatet e tua dhe asnjë pengesë nuk ka fuqi në jetën tënde. Perdhja u ça. Dhe kur thot perdhja u ça, ti je një me Perëndin. Ti je përpara Perëndis. Perdhja ndarse djalli i qiellit të dytë është i detyruar të hapet për atë që beson se Jezusi vdiq në kryq për mëkatet e mia. Për ty që beson që Jezusi vdiq në kryq për mëkatet e tua, atëherë asnjë blokad në qiell nuk ka më. Djalli është i detyruar të hapi rrugën. Qielli i dytë është i detyruar me zjarrin e Perëndis që vjen në ty. Mos harroni si erdhi Shpirti i Shenjtë i Perëndis. Si zbriti Shpirti i Shenjtë i Perëndis në Veprat e Apostujve 2:2, si një zjarr i fuqishëm. Ky zjarr është i gjallë sipër teje. Ky zjarr është i gjallë brenda teje. Ky zjarr që zbriti tek apostujt, që ditën që ti thua Zoti pagoi për mëkatet e mia, djalli është i detyruar të lejoj zjarrin e Perëndis të mbushi ty. Kjo është e vërteta. Dhe tjetër që ti duhet të kuptosh, nëse ti je përpara Perëndis, ti duhet të dish që Jezusi u ringjall. Jo vetëm që ja hapi perdhen, e çau perdhen, jo vetëm që të ka çuar përpara Perëndis, por Zoti të ka dhënë autoritetin që djalli të kishte vjedhur. Fjala thot që Jezusi është i ulur në të djathtë të Perëndis. A thuhet në Bibël që djalli është i ulur në të majtë të Perëndis? Që djalli është i ulur dhe ka të drejtë mbi ty? A thuhet në ndonjë vend në Bibël që
Jezusi është në të majtë, ama djalli në të Jezusi është në të djathtë apo djalli në të majtë? Jo. Nuk thuhet në asnjë vend. Thuhet që Jezusi është në të djathtë të Perëndis dhe që tek Efesianët kapitulli 1 është shkruar që Jezus Krishti ja hoqi të gjithë autoritetin Satanit. Dhe i demaskovi në të gjitha principatat qiellore që djalli është i humbur. Ja! Kjo është e vërteta. Zoti Jezus e demaskovi Satanin, ai është i humbur. Zoti ja mori komplet fuqin. Nuk i tha që gjysmën e pushtetit e ke ti dhe gjysmën e kam unë. Nuk i tha që unë e hapa qiellin, i fala njerëzit, aman ti ke akoma çelësat e vdekjes dhe të jetës. Jo të dashur, fjala thot që Jezus Krishti vdiq në kryq. Në momentin që dha shpirt, u hap perdhja. Dhe fjala vazhdon dhe thot që Zoti ditën e tretë u ringjall me çelësat e jetës dhe të vdekjes në dorën e tij. Kjo është e vërteta. Që Jezusi u ringjall me çelësat e jetës dhe të vdekjes. Pra i hoqi djallit çdo autoritet mbi jetën tënde. Çdo autoritet mbi jetën e familjarëve të tu. Zoti ja hoqi të gjithë të drejtat, ja mori të gjitha çelësat. Nuk i tha, do të t'i lë disa çelësa ty Satan, që ti kesh. Do marr vetëm 50%. Jo, motra ime dhe vlla im, e vërteta është fjala thot që Jezus Krishti u ringjall dhe i mori Satanit çelësat e jetës dhe të vdekjes. Dhe që Satani nuk ka më asnjë të drejtë mbi ty. Asnjë të drejtë mbi familjarët e tu, sepse ti je autoriteti i familjes tënde. Jo 50%. Jo 70%. Jo 90% dhe 10% ja la djallit. Fjala thot ja mori çelësat e jetës dhe të vdekjes. Komplet. Komplet. Ja hoqi çdo autoritet që ai kishte mbi ty. Ja hoqi çdo autoritet që ai kishte për shkak të mëkateve në familjen tënde. Dhe fjala thot që Jezusi i demaskoi të gjitha principatat e Satanit dhe i tregovi qiellit dhe gjithë ushtrisë qiellore që djalli nuk ka me asnjë autoritet mbi asnjë bir të Perëndis që thërret Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, mbi asnjë që beson që unë jam i falur, Zoti Jezus mi ka falur mëkatet, dhe që beson që Jezusi u ringjall dhe është i ulur të djathtë të Perëndis. Mbi ne nuk ka Satani asnjë të drejtë më. Asnjë. Ati i është hequr autoriteti. Satanit i është hequr autoriteti. Ai nuk ka më asnjë të drejtë mbi ty, asnjë të drejtë mbi familjen tënde, asnjë të drejtë mbi shëndetin tënd. Ai nuk ka asnjë çelës ku të mbylli jetën tënde. Nuk ka asnjë burg ku të mund të futi, sepse Zoti ja ka marrë të gjitha çelësat. Qielli i dytë është i hapur. Dhe nuk ka më asnjë autoritet të arrijë në qiellin e tretë ku është Zoti. Nuk ka asnjë autoritet më të vi dhe të bllokoj rrugën tënde, të bllokoj jetën tënde, të bllokoj të ardhmen tënde. Rruga u hap. Ti je përpara Perëndis. Ti je biri i Perëndis. Ti je mbartësi i zjarrit të Perëndis, i shpirtit të Perëndis. Dhe kur ti flet, djalli hap rrugën, hap qiellin e dytë dhe gjithçka vjen në realitet. Mos harro. Ne nuk jemi kafsh. Apostulli Paul thot, kafshët kanë shpirt tjetër, nuk e kanë si ne. Kafsha ushqet, ha, pi, shikon ku të marrë një përkëdhelje, kafsha shikon dhe
mbaron aty instikti është udhëheqësi i kafshës. Ndjenjat e dhimbjes, ndjenjat si nen, ndjenjat si baba, por është gjithmonë një kafsh. Shpirti i njeriu, thot apostulli Paul, është tjetër. Ne jemi krijesa qiellore që na është dhënë një trup. Djalli do që ne të harrojmë kush jemi. Shumë njerëz kanë harruar që kanë një shpirt. Shumë njerëz kanë harruar që ky shpirt një ditë do kërkoj llogari pse e çove në ferr. Ky shpirt do kërkoj llogari një ditë pse ishe kaq i fokusuar në gjërat mishërore në qiellin e parë dhe nuk mendove se kjo jetë është një ditë në fund. Se kjo jetë ka një fund, ka një vdekje, asnjë njeri në mish nuk është i pavdekshëm. Dhe të gjithë ne, një ditë mishi do të zhvishet. Shpirti do apo s'do do të shkoj në botën shpirtërore. Ne jemi krijesa mishërore me një shpirt qiellor dhe ky shpirt qiellor, motra ime dhe vllai im, ka nevojë për qiellin. Ka nevojë për Zotin. Ka nevojë të kuptoj ku do të shkoj. Ku do të vete. Dhe unë dua sot të them, hape dimensionin e mendjes tënde. Kur i ligu të fokuson kaq shumë në mish, mos harro, në frym, në shpirt, ti e ke qiellin e hapur, ai të gënjen. Djalli mundohet çdo ditë ta sjellë në funksion qiellin e dytë përpara teje, përsipër teje. Dhe kur fjala e Perëndis thot që lufta jon është me principatat në vendet qiellore. Kush ma thot këtë fjalë? Kush e di këtë fjalë? Që Bibla thot lufta jon nuk është me mishin. Lufta jon është në vendet qiellore. Pra fjala e thot kaq hapur që Satani edhe tek bijtë e Perëndis çdo ditë do përpiqet të ndërtoj murin. Dhe si Satani e ndërton murin, e dini si? Gënjeshtrat. Fjala e Perëndis thot, e vetmja armë. Edhe njerë në Efesianët 6, amen. Pra të dashur, e vetmja armë që Satani ka, kush ma thot, kush është? Amen. E vetmja armë që Satani ka, është gënjeshtra. As një armë tjetër. Ai nuk ka fuqi sepse Zoti ja hoqi fuqin. Nuk ka asnjë fuqi. Ai nuk ka autoritet sepse Jezusi ja hoqi autoritetin në çdo drejtim. E vetmja gjë që Satani ka është gënjeshtra. Sepse fjala e Perëndis thot që ai është një gënjeshtar nga fillimi. Edhe njerë, çfarë thot fjala e Perëndis? Që Satani është një gënjeshtar që nga fillimi. Që në fillim Satani ishte një gënjeshtar, është një gënjeshtar, do ngelet një gënjeshtar. Ai nuk ka asnjë autoritet tjetër mbi ty. Më thuaj, motra ime dashur, vllai im, më thuaj, çfarë përdori Satani për të gënyer Evën dhe Adamin? Mos i beso gënjeshtrat, të lutem. Që i ligu thot që vetëm gratë gënjen,
Sepse vetëm gruaja e solli mëkatin, Eva, edhe gruaja duhet të dënohet akoma për këtë gjë. Gruaja nuk mund t'i shërbej Zotit, sepse gruaja mëkatovi e para, e çovi burrin në mëkat. Këto janë strategji të Satanit. Sepse burri po mos donte, thoshte Eva e dashur, ne nuk kemi punë të përzihemi me mëkatin. Zoti ka thënë të ruhemi. Ashtu që lere mollën, lere frutin dhe ne nuk do ta ham. Pra të dashur nuk është e vërtet. Të dy në kooperacion e bën mëkatin. Eva u tundua, por nëse Adami do të ishte më i fortë, do të dinte të mbronte misionin që Zoti ju kishte dhënë. Pra, njeriu si burri dhe gruaja, të dy janë të prekshëm nga gënjeshtrat e Satanit. Sepse strategjia e tij është gjithmonë e njëjta, gjithmonë me gënjeshtra. Gjithmonë ai do të vi me të njëjtën strategji, çdo ditë në mendjet tënde. Ku është lufta jon? Principatat janë këtu, në mendjen tonë. Çdo ditë ai do të vi me gënjeshtra të reja. Çdo ditë ai do të vi me strategji të reja, gjithmonë janë gënjeshtra. Ai merr pak të vërtet, sepse po të mos marri pak të vërtet, ti nuk e ndjek. Ai do marri gjithmonë pak të vërtetën dhe ta manipuloj si të vërtet. Dhe ti fillon dyshon që Zoti nuk të do, ti fillon dyshon që burri nuk të do, ti fillon dyshon dhe që ti s'mund t'ja dalësh kësaj situate, ti fillon dyshon tek Perëndia. Sepse çdo dyshim është një mosbesim tek Perëndia. Dhe çdo mosbesim ndërton atë murin kështu, çak, dhe të ndan nga Perëndia. Ky është qëllimi i Satanit. Të rriti në ty mosbesimin. Të rriti në ty që ti të besosh që ti nuk mundesh. Që ti të besosh që për ty është çdo gjë e pamundur. Çdo mosbesim do të thot largim nga Perëndia. Çdo mosbesim do të thot ti largohesh nga Zoti. Dhe kështu i ligu e ka ndërtuar murin përsëri. Megjithse ti je i shpëtuar, megjithse ti e do Jezusin, muri jot është i mbyllur, sepse ti beson gënjeshtrat e Satanit dhe jo të vërtetat e Perëndis. Kur ai thot perdja u qa motra ime u qa. Kur ai thot Jezusi është ulur në të djathtë të Perëndis dhe i ka marrë çelësat e Satanit, kjo është e vërteta. Satani nuk ka asnjë çelës me. Ai nuk ka asnjë autoritet të bllokojë jetën tënde. Ai nuk ka asnjë autoritet të sëmurë jetën tënde. Ai nuk ka asnjë autoritet të izolojë jetën tënde. Ai nuk ka asnjë autoritet të mbajë ty të varfër. Ai nuk ka asnjë autoritet të shkatrojë martesën tënde. Ai nuk ka asnjë autoritet të mbajë ty në skllavëritë të djeshmes. Ai nuk ka asnjë autoritet të mbajë ty në skllavëritë e mosfaljes. Asnjë autoritet. Sepse çelësat i ka Jezusi. I vetmi gjë që ai mund të përdori është gënjeshtra. Dhe ti i beson atij. Dhe ti fillon mos besimin tek Perëndia dhe muri ndarës ndërtohet. E ndërton ti, ja jep ti lejen. Ja jep ti me mos besimin tënd. Çdo mos besim tek Perëndia, çdo dyshim tek Perëndia do të thot një mur ndarës. Do të thot ti jep çelësat përsëri atë gabim që bëri Adami me Evën, e bën ti, duke i marrë çelësat nga Jezusi, dhe sepse Jezusi tha, të dashur motra dhe vëllezër, çfarë tha Jezusi? Unë të jap çelësat e qiellit dhe të tokës. Wow! Jezusi i mori çelësat për të t'i dhënë ty. Për të më dhënë mua. Dhe me mos besimin ti i more çelësat nga Jezusi, se Jezusi nuk i merr çelësat asnjëherë më mbrapa. Jezusi nuk është gënjeshtar si djalli. Kur Jezusi thot unë ti kam dhënë çelësat të jetës dhe të vdekjes, të qiellit dhe të tokës. Çdo gjë që lidh në qiell është lidhur në tokë, çdo gjë që zgjidh në qiell është zgjidhur dhe në tokë. Ky është fjala dhe premtimi i Perëndis.
Zoti thot unë ti kam dhënë ty. Por kur ti nuk beson, ti dyshon në fjalën e Perëndis, ti ja jep çelësat e tu që janë të tuat, ja jep djallit. Dhe ti kthehesh në sklavëri. Ti sëmuresh, jeta jote fillon demoralizohet, fillon jeta jote drejt rënimit. Pse? Sepse ti ja ke dhënë çelësat të ligut me mosbesimin tënd. Populli i Zotit, ka ardhur koha ti marrësh çelësat. Si të marrësh çelësat? Pendohu përpara Perëndis. Pendohu, thuaj Zot më fal. Më fal Zot që ti më bëre të lirë, më ke bërë të lirë. Ti e ke hapur qiellin, ti më ke ulur në prezencën tënde. Dhe unë përsëri kam besuar gënjeshtrat e të ligut. Unë pendohem. Në momentin kur ti thua unë pendohem, angjëjt e Perëndis, ata angjëjt e luftës, i marrin çelësat nga Satani dhe ti dorëzojnë edhe njerë 100% me qiellin e hapur, me të gjithë autoritetin. Komplet. Mjafton një më fal me gjithë zemër, mjafton një pendim me gjithë zemër, dhe Jezus i thot, unë i harrova mëkatet e tua. Unë i hodha mëkatet e tua në fund të detit dhe të jap tani një rilindje të re. Të jap tani një fillim të ri me një qiell të hapur me çelësat e jetës dhe të vdekjes. Të jap çelësat e qiellit dhe të tokës. Të jap çelësat e autoritetit, që në emrin tim, thot Jezusi, çdo gjë që do të kërkosh në emrin tim, unë do të ta jap. Juhu! Halleluja! Danke Jesus! Danke Jesus! Danke Jesus! Halleluja! Halleluja! Amen, Venera! Amen! Amen! Kjo është e vërteta. Kjo është jeta. Zoti thot, sot bia ime. Sot. Le të jetë sot një fillim i ri. Le të jetë kjo data 7 prill. Një fillim i ri, i ngritjes së vajosjes, i mbajtjes hapur të qiellit, jo vetëm për ty. Ka ardhur koha e shërbesës, motra ime. Ka ardhur koha e shërbesës, vlla im. Ka ardhur koha e vajosjes për ty. Ka ardhur koha që qielli të jetë i hapur dhe ti shërbesh Zotit. Ka ardhur koha që zjarri që qëndron në ty të përpi kudo që ti je. Kudo që ti je, qielli të zgjerohet. Ti futesh në një qytet, gjithë qielli të sundohet nga zjarri që Perëndia ka vënë në ty. Wow! Dëgjova dëshminë e një ish satanisti. Edhe ai tha që ishin organizuar satanistët për të bërë flijime dhe për të gjunjëzuar një qytet të tërë. Por ju erdhi një njoftim dhe ju than, një ungjilltar vjen dhe largohuni të gjithë nga qyteti, sepse zjarri që ai sjell me vete do t'ju vras. Zjarri që ai sjell me vete djeg të gjithë ata që i shërbejnë Satanit. Dhe tha, ne u larguam të gjithë nga qyteti. 20 ditë, tha, nuk mund të afroheshim në qytetin ku ai predikoi. Më duket mbi emri atij predikuesit është Fernando Cerrella. Fernando, moment. S'ma hapet ky telefoni tjetër. Ka 20 ditë mbante zjarri që asnjë satanist nuk mund të afrohej. Ky është zjarri që Zoti do të jap. Ky është zjarri që Zoti thot është koha e ringjalljes.
Është koha që ta vëm besimin ton 100% e Krishti. Është koha të heqim egot tona, ti bëjmë gjërat për veten ton, që emri jon të bëhet i madh, që ne të njihemi, që njerëzit të na respektojnë ne, të na duan ne, që njerëzit të thonë që ua, vete ka arritur kjo këtë gjë. Kjo nuk ka nevojë për një kish, kjo ose ky është veti fort. Janë gënjeshtrat e Satanit, të gjithë ne kemi nevojë për një kish. Të gjithë ne kemi nevojë për një mbrojtje shpirtërore. Nëse ti nuk identifikohesh në një kish, ti nuk ke një mbrojtje shpirtërore. I ligu do që ti t'jesh pa një mbrojtje shpirtërore dhe që ti të mos deklarosh në cilën kish je. Dhe kështu ai nuk lejon zjarrin të jeti fort në ty, sepse s'ke një mbulesë shpirtërore. Bëu një pjesëtar të kishave. Bëu pjesëtar i kishës online Jezus Krishti është Zoti i gjithë shqipfolsve. Nëse Zoti i ka dhënë këtë vajosje kësaj kishe për të udhëhequr këtë ungjillizim, për të udhëhequr këtë ringjallje me zjarrin, me pushtetin, me autoritetin, me fuqinë e shërimit, me të çlirimit, bëu pjesë. Thuaj Zot, un jam këtu në kjo kishë. Dhe i njëjti zjarr do të çoj unë kudo që vete. Dhe unë do të jem një Elize, unë nuk hethe Elian, nuk e hethe Elian, por unë do të jem një Elize, Zot. Dhe do të çoj zjarrin tënd, sepse unë jam pjesë e kësaj ringjallje. Unë i kam çelësat e jetës dhe të vdekjes, unë e kam autoritetin, unë jam në prezencën e Perëndis, unë jam për te velit, unë jam për te qiellit të dytë. Dhe unë jam një general në ushtrinë e Perëndis dhe do të çoj zjarrin e Krishtit. Haleluja! Është kjo kohë. Është kjo kohë. Shkoja e ringjalljes, ti je zgjedhur të çosh këtë ringjallje. Ti je zgjedhur të mbash këtë zjarr. Ti je zgjedhur të mbushesh me Perëndin, edhe të sundosh dhe qielli do të jetë i hapur kudo që ti shkel. Ashtu si kjo dritë kaq e fuqishme që më shoqëron tani, shikojeni pak se si shkëlqen rreth e qark. Haleluja! Ky është Zoti, ky është Zoti. Ky është Zoti. Ai është dritë, pushtet dhe autoritet. Dhe kudo që ti vete, ti sundon sepse qielli i dytë është i hapur. Qielli i dytë është i detyruar të lëri zjarrin e Perëndis të veproj nëpërmjet teje. Është kjo kohë. Prandaj, merrini çelësat e familjes tuaj. Merrini çelësat e jetës tuaj, merrni çelësat në punën tuaja, merrni çelësat e financave tuaja, merrni çelësat mbi vajosjen tuaj. Merrini çelësat dhe mos e lejoni të ligun t'ja umbylli qiellin e dytë. Ne jemi në një luftë të dashur. Ne jemi në një luftë shpirtërore, ne nuk jemi si kafshët shtazore, shumë njerëz jetojnë ashtu. Shumë njerëz jetojnë si shtazat. Vetëm për të ngrënë, për të pirë, për të veshur, për gjërat materiale, edhe e kanë komplet të mbyllur qiellin e dytë, sepse ata jetojnë një lloj si kafshët. Ne nuk jemi ata. Ne jemi bij të shumë të lartit Perëndi. Dhe ne jemi luftëtar. Edhe gjithçka është këtu. Ti duhet të njohësh gënjeshtrat e të ligut, që ai mos të ta mbylli përsëri qiellin e dytë. Arma e vetme e ti është gënjeshtra. Ai gënjen, ti dyshon, pastaj avash, ai të ndan nga Perëndia dhe ti nuk e kupton fare. Të heq çdo autoritet që ti ke pasur. Ti fokusohesh pse s'më flet vajza, pse s'më flet djali, pse s'më flet burri. Unë fola me një motër para ca ditësh, edhe më tha, po shkatrohem. Pse? Sepse burri im nuk më flet. Edhe kjo po ma shkatron jetën. Burri tim i ngelet qefi kot, dhe le të bëj unë çfarë të dua, ai nuk flet. Edhe kjo po më shkatron jetën. Ajo është sëmurur nga zemra,
Ajo është shtruar kaq shumë herë nëpër spitale. Ajo ja ka futur tani ushqimit dhe është bërë 200 kile, sepse mbush boshllëqet. Pra, pse i ligu ka gjetur burrin e saj për të nënshtruar një bij të Perëndis? Një bij të Perëndis, e dini ju sa e zjarrt ka qenë kjo vajzë më përpara për Zotin? Por ajo besovi gënjeshtrat e të ligut. Besovi gënjeshtër që ti duhet jesh e nënshtruar ndaj burrit. Kjo ishte gënjeshtra e parë që ajo besovi. Ti duhet jesh e nënshtruar ndaj burrit. Nëse burri të thot mos shko në kish, mos shko se të thot burri. Nëse burri të thot mos dëgjo më laj falketën, nënshtroju burrit, mos e dëgjo më. Nëse burri të thot në biznes do punoj vetëm unë, ti me 2 fëmijët do rritesh vetëm fëmijët, do rish vetëm në shtëpi, do më gatuash mua, do mi bësh gjërat, sepse punën e biznesit e marr unë përsipër. Dhe ti thua, do t'i bindem burrit. Ti ja dorëzon biznesin, ti i dorëzon punën, ti i dorëzon gjithçka burrit, dhe Zoti jot është bërë burri. Dhe kur ai ka mësuar si të djalli ka manipuluar mendjen e tij, dhe ai e di tani ku është çelësi jot. Kur burri nuk të flet ty, nuk i flet kësaj motre, atëra ai ka kontroll absolut mbi te. Ai mund t'i kërkoj të hidhet nga kati 3 që ai t'i flasi, dhe ajo mund ta bëj. Kaq shumë e vjedhur nga i ligu. Kaq shumë e vjedhur. Zoti nuk tha jepja çelsat burrit. Zoti nuk tha as jepja çelsat gruas. Zoti tha ju jeni një mish i vetëm. Ju jeni një mish i vetëm. Ne i shërbejmë njëri tjetrit. Ne nuk dominojmë njëri tjetrin. Shumë gra janë bërë skllave të burrave të tyre, ju kanë dhënë punët, ju kanë dhënë gjithçka. Në fund i ligu, jo vetëm që i kontrollon, por burri zgjedh një grua tjetër, më të re, më të jishme, dhe këto gra që dorëzojnë gjithçka tek burrat, herët ose vonë i ligu ju vjedh edhe martesën. Sepse ai i ka marrë tashmë çelsat. Ky nuk është qëllimi i Zotit. Ky nuk është qëllimi i Zotit. Qëllimi i Zotit është të dish kush je në Zotin. Të dish të mbrosh atë që je, jo me luftë, me atë të tregosh kush je. Me paqen tënde, me bekimet e tua, vazhdo punën, merr financat e tua, mos je varush. Okej? E dashur, e kam konkretisht për motrat. Nëse ti jep çelsat e jetës burrit tënd, po ta them edhe një herë që nesër ai do të braktis. Djalli do ta përdor komplet për shkatrimin e martesës tënde. Zoti nuk tha të jap çelsat e jetës dhe të vdekjes, dhe ti zgjidh një njeri dhe jepja çelsat. Zoti nuk tha, unë t'i dhash ty çelsat e jetës dhe të vdekjes dhe ti jepja mamas tënde, jepja babit tënd, jepja burrit tënd, jepja fëmijës tënd. Jo, të dashur. Jo. Jo. Ashtu si që thash kësaj motre, dua t'u them edhe juve. Merrini mbrapsht çelsat kudo që i keni dhënë. Merreni mbrapsht. Ngriuni në autoritetin që Zoti ju ka dhënë. Ripërtërini mendjen tuaj, fitoni betejat në mendjen tuaj. Filloni punë, mos jini të varura nga asnjë gjë. Punoni bashk në kooperacion. Ne nuk themi tani burrat të punojnë, ne dorim në shtëpi. Okej? Më përpara në kohën e Abrahamit, Sara mund të rinte në shtëpi dhe kishte edhe një ca shërbëtore. E dini pse? Sepse atëherë kishe toka, kishe shërbëtor, kishe varet cili rang ishe.
Ne jetojmë tani në këto kohë. E me gjitha të, Sara e respekton të burin e saj, por mos të harroni, shikoni bisedat se sa autoritet Sara kishte me Abrahamin. Sara i tha, flime të më bëj një fëmijë, ai u bind dhe si i tha në fund, thjesht u binda ty. Ashtë në nështrim ky? Jo, është bindje. Jo në nështrim. Kur ti jep çelësa tek njerëzit e gabuar, ti humbet autoritetin dhe qielli i dytë nuk funksionon me ty. Ai ka bllokuar gjithë rrugët që zeri jot mos të arrijë tek Perëndia. Zoti na i dha çelësat për të mbajtur qiellin hapur. Zoti na i dha çelësat dhe ai tha çdo gjë. Jo gjysmat. Jo vetëm lutje të veçanta. Jezusi nuk tha që thirrë emrin tim, po vetëm kur të duhet kjo gjë. Jo. Jezusi tha çdo gjë që ti do të kërkosh në emrin tim, unë do të ta jap. Çdo gjë. Çdo gjë. Nuk tha nënshtroju burrit dhe burri do lutet për ty dhe unë do të t'i jap ty. Ose nusja do lutet për ty, se ti ja ke dhënë çelësat asaj, ti beson se vetëm nëpërmjet saj mund të shpëtohesh, mund të kesh, atëherë kur ajo të lutet, ti si burr do shpëtohesh. Ti si burr do kesh favore. Jo. Jezusi tha, ti, çdo gjë që do të kërkosh ti, në emrin tim, tha Jezusi, unë do të t'i jap. Vajza të dashura, djem të dashur, merrini çelësat ku i keni dhënë. Sot, pendohuni përpara Perëndis dhe merrini mbrapsht çelësat. Sepse çdo njeri që ju i jepni çelësat, ai do t'ju bëj juve sklever. Jo sepse ai do, por sepse ai është një vegël e Satanit. Çdo njeri, kushdo qoftë, nëse ti ja jep çelësat fëmijës tënd që e ke rritur në barkun tënd, e ke mbajtur 9 muaj, e ke rritur, i ke dhënë gjirin, e ke bërë të madh. Dhe vjen një moment ti ja jep çelësat, dije që ai, pikërisht mishi tënd, do bëhet skllavëruesi jot. Është djalli në mes. Sepse Zoti thot, çelësat ti kam dhënë vetëm ty. Vetëm ty. Merrini çelësat mbrapa. Merrini kudo që i keni dhënë. Pendohuni. Pendohuni, riktheuni në lavdinë e Zotit. Mos i dorëzoni bekimet tuaja. Edhe thua, po ja jap fëmijës tani dhe unë po të riqem, se fëmija është më i zgjuar, më i ditur, po e bëj. E dini ju? Unë e kam bërë këtë gabim para një 4 vitesh. Edhe unë kam një punë që 24 vite. Vajza ime 23 vite. Dhe erdhi një moment para 4 vitesh që që një moment tranzicioni në punën time. Dhe vajza ime e madhe dhe e dyta, po më shumë e madhja, tha, na lejo t'i ndryshojmë stilin në si mendoj unë që tani të rinë tuan. Dhe unë u dorëzova dhe thash, okay, ta dorëzoj ty, bëje stilin. Të dashur, me të vërtet, ato arritën në 3 muaj t'i kthenin lavdin punës si që kishte në fillim fare. Dhe mua i ligu më mbushi mendjen që unë jam tepër e moshuar tani, tepër e vjetër, unë nuk kam më fantazi si këta të rinjt për të mbajtur punën. Dhe kështu, unë ju lash 100% punë të plot vajzave të mia. Ato filluan, merrnin, mbaroj dhe Instagrami, mbaroj bateria, unë nuk s'kam se kam vënë në prizë moj vajza dhe unë po them pse s'më karikohet. Prisni moj çik. Aja. E shikoni kështu, ne themi Zoti,
Po kur nuk karikohemi në Zotin, kur nuk mbushemi me shpirtin e tij, kur nuk lutemi, çfarë mund t'japim? Kur nuk lexojmë, çfarë mund t'japim? Si puna e asaj, unë ver prizën, ver këto kabuj, 100 kabuj, kam ja fabrik, po kur s'ka korrent me çfarë të marrin? Ai. Kështu është kur ne nuk mbushemi në Zotin. Pra të dashur, unë i lash dhe gjithmonë ato po merrnin më shumë kontroll, më shumë po i blinin vetë gjërat, po i vinin çmimet, dhe në fillim unë po ndjesha shumë mirë. Por pastaj filluan, ti kishe vënë një çmim, nuk e ke vënë mirë, mos i prek më gjërat. Filloi burrim, por ti nuk mundesh me të punosh atje. Ti nuk mundesh me, tani duhet i marrin vajzat në dorë. Arriti puna deri atje, sa unë nuk po punoja dot më dhe nuk kisha më asnjë lek në dorë. Asnjë, sepse përderisa unë nuk punoja, as nuk merja lek. Të dashur, zemra ime më padiste, i ligu më padiste, që nëse unë them një gjë, ato janë vajzat e mia. Është në shtëpinë tonë. Kështu që unë gjithmonë po nënshtrohesha dhe po pranoja atë që, erdhi koha që unë të tërhiqem. Erdhi koha që unë të tërhiqem në punë dhe t'ja u lë tani brezi të ri ta marrin. Dhe nga dal, erdhi puna deri atje sa brenda vitit, unë po prisja dhe po thosha, kush do më nisi 100 euro në bank, kush do më japi këtë se më duhen për të dalë për kafe, pra, arrita unë deri në atë pikë. Pse? Sepse unë mendova, mendimet të ligut se Zoti nuk na braktis. Që kishte ardhur koha brezi i ri tani, sepse ishte kaq shumë presion që gjas me këta të brezit të ri tani kanë mallin e tyre, ata din t'i organizojnë gjërat ndryshe, ata të din t'i bëjnë kështu. Edhe një ditë kur u përula përpara Perëndis, edhe thash, Zot, qa bëra unë? Mos dash autoritet të gabuar, qa bëra? Edhe Perëndia më hapi mendjen. Edhe më tha, mos harro, ti ke dhënë çelsat në vendin e gabuar. Unë ti kam dhënë ty çelsat. Dhe ti ke mbajtur qiellin hapur në emrin tim. Ti je përullur kaq shumë. Dhe të lash të shikoje, kujdoje që ti jep çelsat. Kujdoje. Përfundon kështu. Sepse djalli manipulon këdo. U pendova përpara Zotit. Shkova përpara Perëndis dhe thash, tani më mëso të rimart autoritetin. Edhe Zoti më tha, ti mos u mërzit, tani që ti u ktheve, i bëj unë gjërat. Joho! Si i bëri Zoti? Vajzës madhe i doli shkolla, vajzës dytë i doli prap shkolla, i doli një punë tjetër ku ajo do dilte. Pra, e shikoni, vajzat e mia u bekuan akoma më shumë, sepse jeta e tyre nuk ishte të futeshin në punë që tani, jeta e tyre ishte të studionin. Kur unë u pendova, u hapën rrugët dhe për vajzat e mia, u hapën rrugët edhe për mua. E shikoni ju si vepron Zoti? Zoti i çon fëmijët tanë gjithmonë në një nivel më të ri. Zoti i çon martesat tona gjithmonë në një nivel më të ri. Zoti i çon burrin tënd, nusen tënde gjithmonë në një nivel më të ri kur ti mëson të mbash çelsat që Zoti të ka dhënë. Kur ti i dorëzon çelsat tek të tjerët, ata do të bëhen skleveruesit e tu. Kushdo t'jetë. Kushdo që t'jetë. Pra, kur unë u pendova dhe thash, Zot më fal, unë pendohem, rikthehem në autoritetin që ti më ke zgjedhur, rimar çelsat, rimar punën, rimar financat, rimar jetën time, edhe nuk do t'jem unë lypsi i shtëpis, po dhurusi i shtëpis. Zoti i hapi në një kohë rekord të gjitha rrugët, vajza ime fitovi vendin e parë. Ajo tha, tani unë do të bëj do të studioj. Ju hap mendja sepse thoshte në fillim fare nuk studioj, unë u lodha shumë në shkollë, do bëj tani pushime, por Zoti veprovi komplet ndryshe kur unë u pendova. I ngriti fëmijët e mi në nivel të ri, ja u hapi rrugët për studime, ju futi dëshirën për studime. Vajza e madhe fitovi vendin e parë në gjithë Gjermaninë. Të gjitha këto gjëra e dini pse u hapën? Sepse unë u pendova dhe mora prap çelsat. Dhe Zoti do ta bëjë edhe me ty.
Zoti do ta bëj edhe me ty, nëse ti vendos sot thuash Zot, i marr çelsat kudo që i kam dhënë. Më fal që kam besuar gënjeshtrat e Satanit, sepse e vetmja armë e tia është të gënjej. Siç më gënjevi mua, që unë tashmë jam në një mosh 50 vjeçë, që 50, atëre isha 50, po, para 3-4 vitesh. Dhe më mbushi mendjen që unë tani me këtë mosh nuk mund të shes gjëra për të rinj, sepse këta të rinj kanë shije tjetër. Edhe unë nuk jam me e kos. Dhe nga dal, sikur po më vinte mirë që s'po punoja, sikur po më vinte mirë që s'më duaj me të çoesha e tikja në punë. Gënjeshtra, ne jemi krijuar për të punuar. Ne jemi krijuar për të vajtur në punë. Ne jemi krijuar për të çuar, për të qenë prodhues. Ne nuk jemi krijuar për të ndëjtur gjithë ditën në shtëpi. E të presim kur vjen burri, kur vjen gruaja, ça do bëj, ça të gatuaj, ça jo të dashur. Amen, Pastor Eli. Lavdi Zotit. Pra, unë dua t'ju them, ai vjen me gënjeshtra, me mashtrime, dhe shumë bi të Perëndis harrojnë që janë të zgjedhur. Harrojnë që juve keni çelsat e qiellit dhe të tokës. Harrojnë që Zoti të ka zgjedhur ty. Harrojnë që Zoti nëpërmjet teje do të ndryshojë atmosferën. Nëpërmjet teje do ndryshojë situatat. Nëpërmjet teje Zoti rrjedh. Nëpërmjet teje Zoti do veprojë. Sepse ti i ke çelsat. Ti i ke çelsat. Ti i ke çelsat. Dhe prandaj dua të them sot, mbaje qiellin e hapur. Mbaje qiellin e hapur. Atë që Zoti beri për ty, mos e lejo të ligun të ta mbylli. Amen. Djalli është i humbur, ai është një dështak, ai nuk ka asnjë forcë dhe asnjë autoritet, asnjë. Merr autoritet dhe mos ja jep të drejtën. I vetmi autoritet që ai ka, të besosh gënjeshtrat e tij. Të besosh që qielli është i mbyllur dhe që ti nuk del dot mbi te. E vërteta është, ne nuk dalim dot. Kjo është e vërtetë. Ai merr një të vërtet që i përdreth. Dhe e vërteta është, ne vërtet nuk dalim dot. Por Krishti ka dal për ne. Haleluja. Krishti e ka çarë qiellin për ne. Ne vërtet si njerëz jemi të pafuqishëm. Unë jam vërtet e pafuqishme si njeri. Aman me Zotin jam më shumë se fitimtar. Aman me Jezus Krishtin e kam çarë qiellin e dytë dhe jam tek Perëndia. Me Jezusin kam zjarrin e shpirtit të shenjtë që vepron fuqishëm nëpërmjet meje. Dhe e njëjta gjë është edhe për ty. E njëjta fuqi, njëjti pushtet, sepse Zoti është i gjallë. Merrini çelsat përsëri. Merrini çelsat e jetës. Merrini çelsat e autoritetit. Dhe mbajeni qiellin të hapur. Mos i besoni gënjeshtrat. Mos e besoni të ligun. Mos beso kur i ligu të thot që ati je këtu në Itali, kush pyet në Itali për shqiptarët, sa ka këtu, ati je këtu në Gjermani, kush pyet për i ty që je shqiptare këtu në Gjermani, ose kush pyet për ty që je në Amerikë. Unë dua të them, toka i përket Zotit. Atit tënd. Dhe kudo që ne jemi, kudo që ti je, Zoti për ty ka ligjin e birërisë. Dhe çdo gjë është e mundur për ty që beson. Ty nuk të kufizon vendi. Ose në Suedi, ty nuk të kufizon vendi. Ty nuk të kufizojnë njerëzit. Ty nuk të kufizojnë ligjet. Sepse për ty qielli i dytë është i hapur. Për ty ka vetëm autoriteti
i Zotit krijuesit. Vetëm ai autoritet është mbi ty. Dhe kudo që ti shkel, do të kesh favoret e Zotit. Favoret e Atit tënd. Mjafton që ti ta vësh besimin 100% tek ai e të besosh që Jezusi nëpërmjet kryqit e hapi rrugën. Qielli i dytë është i hapur. Dhe qëndro një në Krishtin. Dhe fjala thot, gjithçka është e mundur për atë që beson në Jezus Krishtin. Gjithçka. Thuaj vetes tënde. Pendohem, Zot. Pendohem që kam besuar gënjeshtrat e të ligut. Pendohem që çelësat që ti mi dhe, unë i kam dorëzuar tek i ligu. Ose tek ky person, ose tek ai person. Unë pendohem. Unë vi për para teje, Zot. Dhe kërkoj dorën tënde të fuqishme. Faleminderit që ti e hap qiellin për mua. Faleminderit që ti më rikthen çelësat në dorën time. Faleminderit. Unë zgjas të dyja duart, Zot, sepse unë e di që janë shumë çelësa. Dhe unë i marr të gjitha. Dhe Zot, unë nuk ja jap me askujt. Askujt. Dhe çdo gjë do ta marr në emrin tënd. Unë rikthehem sot në autoritetin e gjakut të Jezus Krishtit. Unë rikthehem sot në autoritetin e emrit të Jezus Krishtit. Unë rikthehem sot në qiellin e hapur. Unë deklaroj që qielli është i hapur për mua. Dhe kjo datë, kjo ditë, dhe koha në vazhdim, është koha e rivendosjes time. Është koha e shkëlqimit të Zotit nëpërmjet meje. Është koha e fuqisë së Krishtit. Është koha e lavdisë së Zotit. Faleminderit, Jezus. Halleluja. Amen. 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 E unë të bekoj të sot, në emrin e Jezusit. Largoj sot çdo gënjeshtër nga mendja jote. Çdo gënjeshtër që ti ke besuar. Çdo gjë që ka mbyllur qiellin tënd. Çdo gjë që ka mbyllur perdhen tënde. Në emrin e Jezus Krishtit e urdhëroj të humbas çdo autoritet dhe të largohet. Në emrin e Jezus Krishtit unë hap qiellin sot për ty, sepse Zoti thot çdo gjë që do të kërkoni, unë do t'ja u jap. Dhe unë deklaroj qiellin e hapur mbi ty, qiellin e hapur mbi familjen tënde, dhe çelësat e qiellit dhe të tokës sot të plota në dorën tënde. I deklaroj të plota sot. Asnjë çelës të vjedhur, asnjë çelës të kopjuar, asnjë çelës falsa. Deklaroj çelësat e qiellit në dorën tonë, të plota, në emrin e Jezusit. Thuaj, unë i marr. Thuaj, unë i marr sot. Edhe njerë, unë i marr sot
çelësat e qiellit dhe të tokës dhe falenderoj Jezusin. Faleminderit Jezus. Unë rikthehem sot dhe jam në autoritetin e Jezus Krishtit. Që sot unë jam një birë dhe trashëgimtar. Një birë dhe trashëgimtar. Ju e dini, biri ka të drejtën e trashëgimisë. Dhe Zoti thot, çdo gjë e imja është tëndja. Çdo gjë. Qielli i parë, këtu ku ne jetojmë, mos harrosh krijimi ati tënd. Dhe kur qielli është i hapur, çdo gjë është e detyruar të shërbej. Çdo gjë. Çdo gjë në këtë tokë të shërben ty. Prandaj, vereni kurorën si bitë shumë të lartit. Mbusheni zemrën tuaj plot me dashuri për shumë të lartin. Drejtojeni kurrizin dhe mbusheni shpirtin tuaj me shpirtin e shenjtë. Dhe kudo që ju jeni të dërguarit dhe bijtë e Perëndis që keni të gjitha vullat për të marrë dhe për të dhënë. Për të marrë dhe për të dhënë. Dhe unë marr sot nga qielli dhe jap tek ty në emrin e Jezus Krishtit. Jap tek ty jetë, jap tek ty shëndet, jap tek ty bekime, jap tek ty shërimin, jap tek ty dokumenta, jap tek ty në emrin e Jezusit rrugë të hapura, jap për ty financa në emrin e Jezus Krishtit, jap për ty paqe në emrin e Jezusit, jap për ty martesë në emrin e Jezusit, jap për ty fëmijë në emrin e Jezusit, jap për ty sukses në emrin e Jezusit, jap për ty vajosje në emrin e Jezus Krishtit. Jap për ty një mendje të re në emrin e Jezusit. Jap për ty çdo gjë që Jezusi arriti në kryq, le të rri dhe le të vi në jetën tënde. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. Dhe unë të vesh sot me autoritet që kudo që ti të vesh, të japësh. Në emrin e Jezusit. Të japësh. Zoti të ka bekuar për të dhënë, jo për të marrë. Jo për të marrë. Mentaliteti i marrjes nuk është i birit të Perëndis. Mentaliteti i marrjes është për sklevrit, për ata që janë mësuar me frymën e mëshirës, për ata që janë mësuar të presin nga të tjerët. Jo. Ti nuk je marrës. Ti je marrës nga Perëndia, por dhënës për botën. Ti je marrës vetëm nga Perëndia, por dhënës për botën. Në emrin e Jezusit, ti je një dhënës, ti je një dhënës, ti je një shkëlqys, ti je një krip, ti je një drit, ti je biri Perëndis i gjallë, ti ke vullat dhe ti je dhurusi. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Wow. Të dua Zot. Të adhuroj. Të adhuroj. Adhuroj. Të adhuroj. E adhuroj Zotin me gjithë fuqinë e zemrës time, me gjithë fuqinë e shpirtit tim. E adhuroj. Amen. Amen. Mos harroni të dielën në datën 13 prill. E dini shumë prej jush, Iligu ju ka futur mendimin për të mos ardhur. Perëndia më tregoi dje në frym që Iligu po mundohet të mbushi mendjen ç'a do vesh, ja dëgjon live, mjafton, mos shko. Unë dua të them, Iligu e di që prangat e tua do të thyen, që liria do të vi, prandaj ai nuk do që ti të vish. Mundet të ligun. Sfidoje ata dhe eja te konferenca. Sfidoje dhe eja. Mos e lejo të ligun pikërisht atje ku është fitoria, ai fillon dyshimet që të mbylli qiellin tënd.
Pikërisht atje ku është bekimi jot, ai fillon gënjeshtrat që të mbylli qiellin tënd dhe ti të mos shkosh. Dua të them, sfidoje të ligun. Edhe hajde. Sfidoje djallin. Me vendimin tënd, duke i thënë ti e poshtë këmbëve të mia dhe unë do të shkoj dhe do të bekohem. Të dielën, në datën 13 prill, takohemi në Tiranë, tek Resort Stella në orën 10. Zoti është i gjallë. Djalli do të gënjej, por unë dua të them, e Jezus Krishti ron. Pra, tek Resort Stella në Tiranë. Nëse e shikoni në Google, te Stella Resort, do ju dali, është aty në fillim të Tiranës, afër Casa Italia. Është një 2 kilometra nga Casa Italia, më duket. Pra, ejani dhe mos ju bindni të ligut. Zoti ka gjëra të reja. Zoti ka gjëra të reja. Lavdia i qoftë Zotit që e do kombin ton. Ai kur nuk ka hequr dorë. Asnjëherë. Dhe është koha e ushtrisë së Zotit. Është koha e dhënies së dëshmive. Mos i fshini dëshmit. E dini, do t'ju tregoj një shembull. Djali im shkoi me një grup shokësh dje për të grilluar, pra pjekin kështu mish, gjëra në një park. Edhe atje kishin shkuar disa pjesëtar të një kishe që është shumë e bekuar këtu në Köln dhe ishin dashur të futeshin në muhabet. Edhe djali im erdhi dhe më tha mua një rrugë shumë e gabuar, atë që ata ndiqnin. I thashun jo, nuk është rrugë e gabuar, sepse si mund t'i kthesh njerëzit në Zotin. Edhe djali im më tha, akoma nuk e ke kuptuar? Thash jo, ma trego. Dhe djali im tha, njerëzit nuk kthehen nga ajo që ti i vete në shpinë e ti dhe i thua, ej, beso në Jezusin, të falen mëkatet, beso. Jo, nuk është ky. Njerëzit kthehen kur dëgjojnë dëshmit. Pse jam kthyer unë, tha? Pse unë e desha Zotin? Se unë shikoj çfarë bën Zoti me jetën tënde. Pse shokët e mi, tha, janë kthyer pothuajse të gjithë? Sepse unë u tregoj çfarë Zoti bën me jetën time. Janë dëshmit që i kthej njerëzit tek Zoti. Nuk është e vajtura e kapura, beso këtë që dua unë, se këtu është rruga. Jo, janë dëshmit dhe është më se e vërtet. Mos u fshini më. Tregojini dëshmit kudo që jeni. Tregoj familjes tënde çfarë Jezusi ka bërë me ty. Tregoj shoqërisë tënde çfarë Jezusi bën me ty. Tregoj çfarë kisha online ka bërë për jetën tënde, çfarë Zoti nëpërmjet kishës online ka transformuar në jetën tënde. Tregoj çfarë ka bërë nëpër konferenca, si të ka shëruar, si të ka çliruar, si të ka dhënë syt, si të ka dhënë këmbën, si të ka pastruar lëkurën. Tregojini ato që Zoti bën. Këto i çojnë njerëzit tek Zoti. Kur fëmia dëgjon çfarë Zoti bëri në punën tënde, kur burri jot dëgjon, kur unë i tregova burrit tim pardje për mrekullit që Zoti kishte bërë në kisha jon, edhe ai tha, wow, jam vërtet kaq i mrekulluar. Kaq i mrekulluar nga këto dëshmi. Dhe mezi po pres, çfarë do më tregosh nga konferenca tjetër? Pra, e shikoni, kur ne ju tregojmë çfarë Zoti ka bërë, kur ne ju tregojmë që Zoti jon është i gjallë, kur ne i themi, wow, këtë bëri Zoti me jetën time. Amen, Odessa. Dhe Zoti do të t'i jap,
sepse ti do t'ja japësh lavdin atij. Pra, unë dua të them, jepni dëshmit. Tregojuni fëmijëve çfarë Zoti bën me ju, tregojuni burrave, grave tuaja çfarë Zoti ka bërë me ju. Tregojuni shoqërisë tuaj çfarë Zoti ka bërë me ju. Tregojuni mamas tuaj, babit tuaj çfarë Zoti ka bërë me ju. Tregoj dëshmit që ti dëgjon çfarë ka bërë, si ka vajtur jeta. Tregoni dëshmit, jepjani lavdin Zotit dhe ju do ta shikoni që dëshmit do sjellin gjithë familjen tënde, gjithë fisin tënd, gjithë shoqërinë tënde në Zotin Jezus. Tregojni. Frutat, thot fjala, frutat. Dhe frutat çfarë janë? Dëshmit. Kur ata shikojnë jetën tënde, edhe kur ti i dëshmon ato, dhe nuk fshihesh, nuk të vjen turp të japësh dëshmin, po thua unë ja jap lavdin Zotit. Unë ja jap lavdin Zotit. Edhe të shikosh, kur ti e thua dëshmin, kur ti del hapur e jep dëshmin me figurë, me pamje, se si tër familja do të telefonoj e të thotë, wow, si mund ta njoh dhe unë këtë Jezus? Si mund ta njoh dhe unë këtë? Mu dhiq pak, çfarë është rruga? Shka që thjesht. Jepini lavdi Zotit. Haleluja. Dhe ju do ta shikoni që gjithë familja juaj do vi tek Zoti. Do vinë të gjithë, pa përjashtim. Kjo kohë ka ardhur. Ka ardhur koha e dhenjes së lavdisë Zotit. Dhe ai do të çojë ty nga lavdia në lavdi. Do të ngrej nga një nivel në tjetrën. Amen, Elisabeta. Dhe e lidhim tamam frymën e Hamanit që do që të bllokoj popullin e Zotit. Hamani vjen dhe bën intriga për të gënyer, thot që ja, po pastaj të gjithë do të shikojnë, jo, po pastaj do të shikojnë që thonë, a, vetet e kisha online ti? A, ti vetet e kisha e online-it? Ha, juve? Edhe ti thua, unë do fshem. Të dashur, ti fshesh, Zoti të heq vajosjen, Zoti të heq bekimin, Zoti, sepse djalli ka të drejt kur ti nuk ja jep lavdin Zotit. Jepini lavdin Zotit dhe Hamani që ka ngritur kryshin për ty do të varet vet, kurse ti do të marrësh të gjithë trashëgimin që Zoti kishte bërë gati. Kështu janë ligjet shpirtërore. Unë ju bekoj dhe shifemi sonte në darkë në orën 21. Zoti do të na udhëheq dhe do të na jap atë temë që ai do. Zoti ju bekoft dhe shifemi sonte në darkë në orën 21. Mos harroni të bëni like, mos harroni të ndani faqen, mos harroni të ungjillizoni. Dhe shpërndarja e kishës online është një mënyrë ungjillizimi. Ungjillizoni. I shikojnë njerëzit, nuk i shikojnë, kjo mos të ju fare në punë. Ti bëj thjesht detyrën. Miropafshim, shifemi sonte në darkë.